Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miqtë të mi, si duket qeveria e Republikës së Maqedonisë, përfshirë këtu edhe Vlenin, mbase mund të kenë ndonjë mospajtim për disa gjëra në qeveri, unë do kisha thënë më tepër biznesore se sa nacionale. Vlen dhe VMRDP. Janevskën, ministrën e arsimit të Republikës së Maqedonisë, qeveria apo kryeqeveritari Mickosi e nxjerr në Pah në Ballin për të dërguar selame apo porosi. Eneska është profesoresh akademike në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup, ndër më të njohurat. Dhe nuk është kot dalja e saj. Pra, sa herë që del ajo ka pasoja për arsimin shqip. Dole dhe tha, do mbyllen programet studimore që kanë vetëm 1 deri në 5 student. Edhe pse kjo ide qëllon si reformiste. Por, për shqiptarët e unë është rrezik real, politik dhe kombëtar, jo vetëm arsimor. Çfarë është dhe çfarë duket pozitive në këtë deklaratë? Po, është absurde që të ketë programe me 1 deri në 5 student. Kjo ul cilësinë dhe është shpërdorim parash. Modulariteti i divit të bazë plus orientimi është model evropian dhe logjik në letër. Kërkesa për llogaridhënie dhe cilësi është e drejtë. Universitetet tona shpesh janë fabrikë diplomash. Të dëgjuhet. Edhe shqipe dhe maqedonisht. Ta shqipe mësuan për atyre në gjuhën maqedonase. Pra, ku fillon problemi këtu për shqiptarët? Goditje indirekte ndaj programeve në gjuhën shqipe. Programet shqiptare zakonisht kanë më pak studente, më pak staf, më pak mbështetje shtetërore. Me kriterin numra të vegjël është baras me mbyllje. Shqipja del humbse automatike, pa u thënë trosh. Centralizim i heshtër në gjuhën maqedonase kemi këtu, kur thotë të gjithë diplomohen si jurist. Pyetja është në çfarë gjuhë, me çfarë përmbajtje, me çfarë perspektive punësimi. Pra, rreziku është se specializimi në shqip pritet të zhduken. Studentët shqiptarë shtyhen deri programe maqedonase, pra kemi asimilim akademik, jo integrim. Ajo thotë nuk ndërhyjmë, por në fakt ndërhyjet. Kjo fjali si shtet nuk do të ndërhyjmë. Është retorik boshe kur vendos ligjin, qeveria vendos kriteret, vendos kush mbyllet, pra qeveria dhe Ministria e Arsimit. Pra kjo është ndërhyrje direkte, thjesht e paketuar shumë bukur. Dhe kush janë më të rrezikuar? Kuptohet profesorët shqiptarë janë më të rrezikuar. Edhe pse thotë nuk do mbeten pa punë, realiteti është profesorët shqiptarë janë në pak të mbrojtur institucionalisht. Shpërndarje sistematike zakonisht bëhet në vapor të qendrave maqedonase. Institutet shqiptare janë të parat që racionalizohen. Kur lexohet politikisht, duket se ka reformë, por nuk është neutrale etnikisht. Favorizon universitetet e mëdha maqedonase, rrezikon autonomi reale të arsimit shqip. Nëse nuk vendosen garancitë e qarta ligjore për gjuhën shqipe, kjo reformë do zvoglojë hapësirën akademike shqiptare, do ta bëjë arsimin shqip degditësore dhe do të shesë këtë si cilësi. Pra, si shqiptar kam të drejtë të jem dishues. Kjo nuk është vetëm reformë arsimore, është riformatimi i fuqisë akademike dhe shqiptarët historikisht dalin më të dobët në procese të tilla nëse nuk reagojnë me kohë. Unë do kisha parashtruar disa pyetje për ministrin Vesna Jankevska. A keni analizuar konkretisht sa programe studimore në gjuhën shqipe do të mbyllen si pasojë e këtij ligji dhe a do ta publikoni atë analizë? Si do të garantoni që kriteri numër i vogël studentësh të mos shkojë automatikisht në mbylljen e programeve në gjuhën shqipe, të cilat historikisht kanë pasur mbështetje institucionale? Kur flisni për modularitet dhe diploma të përbashkëta, në çfarë gjuhë do të zhvillohen dy vitet bazë dhe a rrezikohet që studimet në shqip të mbeten vetëm formalisht të garantuara? A parashikon ligji mekanizme të veçantë mbrojtjes për arsimin e lartë në gjuhët e komuniteteve, apo të gjitha programet trajtojnë njësoj pavarësisht realiteteve të pabarabarta? Thoni se shteti nuk ndërhin universitete, por ligji vendos kushte që shkojnë në mbyllje me forcë. Si e shpjegoni këtë kontradikt? Çfarë garancie konkrete kanë profesorët shqiptar se sistematizimi i stafit nuk do të përfundojë me marginalizim ose zhvendosje drejt universiteteve maqedonase? A do të ketë përfaqësim të barabartë etnik dhe gjësor në Këshillin Kombëtar për arsimin e lartë dhe në mekanizmet e vlerësimit të cilësisë? A jeni të vetëdijshëm se kjo reformë pa garanci të qarta për gjuhën shqipe mund të prodhojë asimilim akademik në pekun e cilësisë? Pse ligji nuk parashek kota minimale ose mbështetje shtesë për programe studimore që janë të rëndësishme për ruajtjen e diversitetit gjuhësor dhe kulturor? Nëse pas zbatimit të ligjit konstatohet se arsimi i lartë në gjuhën shqipe është zvogëluar ndjeshëm, do të merrni përgjegjësi politike për këto pasoja? Apo, dhe për fund, se përket kësaj teme, kush do na garantojë se vërtet në Universitetin e Shtipit, ti marr këto dy më të preferuar nga maqedonasët në maqedoninë lindore dhe ai manastirit kanë vërtet student aq sa thoni ju mbi 5? Ndërsa, unë do i kërkoja Ministresës së Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë, Janevskës, të del pak në shkollën fillore Istiqbal këtu të dhe të shoh sa nxënës maqedonas ka, sa mësues maqedonas ka dhe sa klas ka.
dhe do të befasohet. Por ka vetëm një shpresë aty për ministreshën Janevska, sepse ligji fillor është obligativ dhe ligjor. Një nxënës në klasën e 6. Një nxënës në klasën e 6. Komplet arsimtarët. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. E vetja gjë që më ka pëlqyer është se ka thënë edhe profesorët universitar nga disa shkenca shoqërore do të përjashtohen nga kriteret për punimin shkencor në Web of Skills dhe tha në çdo 7 vjet do duhet që të avancojnë titujt e tyre për shkak të asaj. Pra, profesorët universitar nga disa fusha, nga shkenca shoqërore, filologji, folklor, arkeologji, etnologji dhe histori nacionale do të përjashtohen nga detyrimet për publikimin e punimeve shkencore me impakt faktor nga baza Web of Skills, si detyrim për avancimin në titull më të lartë për shkak se janë të kapshëm numër më i vogël i revistave me faktorë të ndikim në këtë bazë shkencore dhe për shkak të asaj se do ta kenë më të vështirë të plotësojnë kriterin që parashikohet me ligj për arsim të lartë. Pra, ministresha Vesna Janevska në konferencë përshtypëse sot tha se ka pothuajse 1300 revista që publikojnë punime shkencore nga shkencat natyrore. Okej. Tu më pëlqen kjo, por tjetë kriteri i barabartë edhe për bllokun e profesorëve maqedonash, por edhe për bllokun e profesorëve shqiptar. Dhe duhet kisha pyetur edhe diçka ministreshën e arsimit. Më trego, në cilën lëmi, në cilën shkencë, në cilën deg, në cilin fakultet të universiteteve në Maqedoni, në bllokun e gjuhëve maqedonase, kanë arritur mirënjohje të larta nga Evropa. Dini ju gjë? Jo. S'di aso. Okej. Kështu okej, por ne vazhdojmë më tej. Ishte sot në Tetov ministri i arsimit. Vërtet, falni, jam tryllosur në këtë ministreshën e arsimit. Ministri që më mirë të ishte ministri i arsimit se sa ministri i shëndetësisë Azir Aliu. Dhe tha, pra premtoi rinovim të spitalit klinik të Tetovës. Mbetet premtim, afatet ende të paqarta. Investimet e paralajmëruara në spitalin klinik të Tetovës ende janë larg realitetit. Sipas ministrit të shëndetësisë, procedurat administrative kanë përfunduar, ndërsa tani banka duhet të dorëzojnë ofertat në Ministrinë e Financave. Dhe akuzoi administratën e komunës së Tetovës se besoi që ka kryer procedurat në nivel të komunës dhe pritet të na jepet leje që të zbatohet i njëjti. Në aspekt të arkitekturës, projekti është gati, tash pritet vetëm të zbatohet. Komuna e Tetovës dhe administrata e spitalit thonë se procedurat kanë përfunduar dhe për këtë është njoftuar Ministria e Shëndetësisë, e cila do të shpallë të nder për parkun memorial dhe për gjitha gjërat të tjera. Çfarë thon kësaj o ministër, ministri i Sheshët? Vetëm ja pollon muhabetit le del ku del kryesore unë ulirova nga pyetjet e gazetarëve sot në Tetov. Po ashtu premtoi se lidhur me 120 të punësuarit që mbeten jashtë listës për të punësuar, veç kemi një plan. Shohim se çfarë plani. Vazhdojnë akuzat LSDM, VMRO, kujt janë dhe kush e lejoi kalimin e 5 ton drogës nëpër kufi. LSDM thot nuk ka përgjegjësi se si kaluan kufirin 5 ton drogë, ekziston e vërteta që VMRO e mundson biznesin e kanabisit. Në ndërkohë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë nëpërmes Ministrisë së Punëve të Brendshme ka thënë se kemi kapur ton rekord të drogës, atë 27 ton, pjesë në Shkup dhe pjesërisht në Strumicë. Strumicë e dini, atje njëri prej familjarëve të Zaevit ka pasur licencë për kultivimin e drogës së kanabisit për shërim. Shohim se çfarë do del në fund. Në Tetov vazhdojnë ndërtimet pa leje, dhe atë jo në trollet e veta, por në trollet shtetërore. Këtyre ditëve Sekretariati për Punë të Brendshme në Tetov ka bërë me dije se Drejtoria e Policisë Shtetërore kundër 2 personave janë ngritur akuza për uzurpim të pasurisë së palishme dhe ndërtim të paligjshëm. Çfarë bëjnë ekspertët pra në thojzat që i kam letrat dhe vetës Bilal Kasami? Di edhe një muhabet se përket politikës ndërkombëtare në Maqedoni. Por unë dua përmendi vetëm bazat, sepse kur da e them, miqtemi, nuk kam se si pastaj ta legjitimoj se ishte muhabeti imi të cilën ma kanë thënë ndërkombëtarët këtyre ditëve. Në Maqedoni, 2 ambasada do fluturojnë. Pra, nuk dhe në ambasada do kenë nivele të tjera të prezantimit. I ditë për cilat bëhet fjalë, po i përmenda, një njërë të dalin shumë të tjerë të bëjnë analizat gjë se ata e kanë zbuluar. Pra, e zbuluar vetëm kaq. Pra dhe njërë për fund, unë jam Mesut Shabani, ishte në podcast Mesut Shabani, bëni subscribe.